Atëherë nëse kalojmë po tek trombofilia ose tempiksja e gjakut që lidhet me tromboz të venave të thella. Doktoresha e vren edhe në anamnezë, për kur gruaja shtatzën ka pas aborte, por edhe në anamnezë familjare, që është shumë e rëndësishme, nëna, gjyshja, motrat e tjerë kanë pas aborte. Më herët mirë nuk janë testuar, por tani janë mundësit dhe testohen. Çka nuk kupton një trombofili, testi për trombofili hereditare? Ajo nuk bëhet çdo ditë. Bëhet një herë në jetë dhe është pasaport. Ne për shembull për herë të parë kam implementuar në aspektin biokimik, sepse është deficiencat enzimatike ose deficiencat e enzimave na lidhen me sëmundje gjenetike. Gjenetika buron nga biokimia. Kështu që vetëm strukturën që liza e ka biologjike, por funksionin e ka biokimik. Dhe po ashtu të gjitha ato gene monitorohen nga enzimet. Enzima është katalizatori çdo procesi në organizmin tonë. Pra, sikurse katalizatori i makinës, pra ndez proceset në organizëm që të kemi funksion. Dhe të rikthehemi përsëri rëndësisë së trombofilisë. Ajo bëhet një herë në jetë dhe është pasaport. Në perëndim dhe në shumë vende të botës është e rregulluar, është një ID card speciale që të shkruan trombofilia pozitive. Në rast të një aksidenti ose në rast të edhe shtatzanie dhe rrugtimeve larg, duhet patjetër çorape që monitorohet nga hematologu, ginekologu kur veç gruaja është shtatzane, edhe kirurgu vaskular bën ekodoppler të gjymtyrve dhe ipen antikoagulantët, antitrombotikët, pra ipen barnat për shkrirjen e trombit dhe prevenojnë ose parandalojnë për me u bë trombet. Shpesh herë ginekologët, unë duke u bazu në eko dhe në raport të ginekologut, shoh që thot ka hematoma, një grua shtatzën ka hematoma në placent ose mbështjellësi përpiqemi me fol sa ma thjesht, me kuptu mbështjellësi i fetusit ose i bebit, ka hematoma, dhe ato hematoma janë shumë të rrezikshme, sepse ndikojnë në mos-zhvillim të frytit, dhe si vinë, zakonisht janë 99%, ka edhe shkaktarë të tjerë, por unë po flas nga publikimet shkencore, vinë kur kemi një trombofili pozitive. Pra kemi faktor hereditar me natyrë trashëguese për të pasur piksje të gjakut. Pse ndodh pikërisht në shtatzani ose pse rriten, pse gruaja mund të abortojë, sepse janë ndryshimet hormonale që ndikojnë në mekanizma dhe ato nga normale fiziologjike kalojnë në patologjike ose që shkaktojnë smundje. Dhe njëra nga arsyet, për shembull, përveç infeksioneve të tjerë, mund të jetë edhe trombofilia hereditare.